Ka pas qef me të pyet pak për linjat e trupit me qënë se jemi në kuzhinë. Ku është sekreti? Apo palestër, apo kujdesesh në ushqim? Jo, kujdesna në ushqim. Sepse tash veç se jemi në një moshë që destabilizohen pak disa gjana dhe është shumë problem me mbajt linjën. Me thonë drejtë, në kohën e fundit e kom zgjedh një farë diete, tamën që e bëj gjithmonë, mrena mujt hupi 6 kg. Qysh? Hajde. A e ke nda do njëherë me ndjekësit e tua, apo... Jo, as njëherë nuk e kom nda, hera e parë tash. Zakonisht, kur du me nalë ushqimin, filloj për shembull sot ha vetëm makarona. Do më thonë nuk e ndronë gjithë ditën? Po, vetëm pasta ha. Ha në drekë edhe në darkë. Në darkë e ha vetëm një copë bukë, thekun. Thekun, po. Po, edhe nuk ha tjetër kur gjo. Nisi të ha vetëm orez, për shembull. Edhe e zgjedh vetëm një lloj. Vetëm një lloj, po. Një muj e përdor për shembull vetëm një ushqim edhe çaja dobson. Hajde, fjoll, hajde. Faleminderit për sekretin. Edhe pse nuk ka nevojë, mund është sa herë dush me hongër, a? Po, sa herë dush. Shka nga pa? Në darkë, mas orës 9, mund është me hongër vetëm pemë, diçka. Po. Edhe badema. Po. Dikon den 10 badema. Jo ma shumë. Jo ma shumë. Qështu? Ti si none përkushtume, e di që tash më je dhe me vajzat në shtëpi. Çfarë ju pëlqen me ju gatu fjolla mas shumë ti? Po, zakonisht ma shumë i dojnë senet tradicionale. Lidiana i hanë senet tradicionale dhe pastat. Po, Allaja pak ka problem me ushqim, se bukën nuk e hanë. Edhe si fëmi, si bebe nuk e ka hongër asnjëherë. Nuk e di, ndoshta organizmi... I saj nuk e pranon, po. I preferon avokadot, këto gjanat, si bebe ku më ushqy me avokado me kështu. Po, me perime, ma shëndetshëm e ke ushqy. Edhe pastat, normal, pastat, aty ka edhe brom avokado. Pastat, ku. Pastat i dënë shumë. Po edhe pitet, me spanaq. E di që je zonja, më kanë thonë që je zonja në kuzhinë, pavarësisht që po tregohet modeste fjolla sot. Cili është ushqimi që ma me qef e hajnë vajzat e tua? Lazanjen. Lazanjen? E po, sigurisht e përgatit mirë. Ma herët e kanë hongër pisët. Po. Po, ta shkone fundit lazanjen, për përgatiti mirë. Edhe sigurisht që e dojnë mas shumë ti. Hej, qa puna mëre nuk po na vlojnë këto kafe, unë e tu fjollë mës po gëzohë ma shumë se që duhet, po na derdhe në i ka kafet, sepse po du me kalu tek pjesa tjetër. Dhe që pak ta shë qëto shumë interesant. Qka? Wow. Unë nuk e këshyri filgjonin, po më ka ndodhë me shku kështu. A pëtën qështu... Mes shoqeve, që shkojnë shoqet, që shkojnë dedhen, qikat, na femnat kena qaf pak, a pëtën, këtë pjesë. Edhe kur të mbledhen, që të thojnë ki shumë dushmana. Hej, kamera,